këtu në KTS, grupi parlamentari i Bashkimit Demokratik për Integrim votoi përmbajtur ndaj ndryshimeve të propozim ligjit për avokatin e popullit. Vërejtja jonë ishte parimore. Ndryshimet e propozuara kanë për qëllim që të fshin kompetencat e avokatit të popullit në ndjekjen e kategorisë kushtetuese për përfaqësimin e drejtë. Grupi parlamentari i Partisë Demokratike Shqiptare, që është shumë i përkushtuar ndaj kauzës kombëtare, për fat të keq edhe sot nuk ishte në sallë. Isha kurioztare deri në momentin e fundit për të parë se a do të vini për të votuar bashkë me ne apo të paktën të bëni ndonjë vërejtje, po për fat të keq nuk ishit këtu. Mos i ngatroni gjërët, dihet për çfarë keni përkrajen, për debllokimin e procesit të reintegrues, për në Unionin Evropian dhe në NATO. 6 muaj të famshme të juve, që bën 600 muaj kështu me radhë. Për çfarë ligjit ju ishit përmbajtur? Për ligjin që i propozoi Adnan Jashari? Për atë ligj ju ishit përmbajtur? A jeni bë gazi botës? Jeni bë gazi botës. Adnan Jashari propozon ligj, ju këtu thoni nuk e përkrajmë, jemi të përmbajtur dhe nuk thatë ndonjë arsye pse. Fatkeqësisht, ju bëni politikë servile, investoni qindra miliona euro në projekte që janë pastër për Maqedonasit. Pastër për Maqedonasit. Për shqiptarët, ju e dini cili është projekti juaj. Vetëm egzodusi shqiptarë. Dhe asgjë më tepër.